Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Tiranë-Elbasan, në vendin e quajtur Dupaj, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe është përplasur me barrierat anësore mbrojtëse. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia te jetënormave të lejuara, çka ka bërë që drejtuesi ka humbur kontrollin mbi automjetin. Për pasojë, makina është përmbysur, por fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Në vend ngjarje ndodhet shërbimit të policisë, të cilat po punojnë për sqarimin e rrethonave të ngjarjes dhe për normalizimin e qarkullimit në këtë zonë ku ndodhej aksidenti.